mjaft e rëndësishme është edhe praktikisht eliminimi I fjalës së lirë të opozitës. Dhe ku keni vendosur që boll është boll? Absolutisht, absolutisht. Ne ju besoj keni qenë edhe dëshmitar të faktit që në 10 seanca parlamentare vetëm në një seancë kemi arrit të flasim apo të diskutojmë për çështje të rëndësishme që shqetësojnë opinionin publik apo zgjedhësit tanë. Në 9 seancat e tjera ka qenë absolutisht e pamundur të dëgjohet sadopak zëri I opozitës dhe gjitha është vendosur me forcën e kartonit në një mënyrë krejtësisht antidemokratike, në një mënyrë krejtësisht jo institucionale, ka pas një tendencë dhe një besoj un projekt të mirë menduar për të eliminu fjalën e lirë të opozitës dhe automatikisht pastaj edhe në shkatrimin e parlamentarizmit shqiptar. Nuk di të ketë funksion tjetër parlamenti shqiptar përveç se të dëgjoj fjalën e përfaqësuesve të popullit apo të ushtroj kompetencat e veta në legislative në qoftë edhe në mbikëqyrjen e institucioneve kushtetuese, të tjera kushtetuese, përfshi këtu edhe kontrollin mbi ekzekutivin, qeverinë, të gjitha këto armë që kushtetuta ja një pushtetit legjislativ, parlamentit pra, janë asgjësuar nga mazhoranca aktuale. Ju rikujtoj këtu që çdo nisëm e opozitës shqiptare, Partisë Demokratike, për të ngritë qoftë komisione hetimore, çka është një drejt kushtetuese të cilën nuk mund t'ja heq mazhoranca në asnjë lloj forme opozitës. As me votim. Nuk është as me votim. Është parashikuar në kushtetutë. Mazhoranca thjesht mund të dakorsoj datat e ngritjes së këtyre komisioneve, po në asnjë moment nuk mund të heq drejtën e kërkesës për të ngritur komisione hetimore. Me forcën e kartonëve janë rrëzuar të gjitha kërkesat e opozitës për të siguruar interpelanca parlamentare me përfaqësues të qeverisë. Me forcën e kartonëve gjithashtu është heqë drejta e opozitës për të kërku mocion me debat, siç kemi pas. Për çështje edhe të rëndësishme me një interes të gjerë publik, siç ka qenë për shembull problematikat e gjetjes kontrollit të lartë të shtetit për spitalin onkologjik, që ka ishte një temë e cila do duhet gjetur dakordsinë. Do e rregullojnë tani. Na premtoi që do e rregullojë, do ketë cica falas për të gjithë. Ajo ishte pastaj një tjetër absurditet, por nëse ato që nuk gjejnë forcën të ndihen pjesë dhe të kërkojnë edhe ato apo të bëhen bashkë në kërkesën për të pas një mocion me debat me Ministrin e Shëndetësisë si institucion në radhë parë, pastaj edhe si përfaqësues. Nëse me aq herë sa I ndron Rama ministrat nuk e kanë idenë se ç'ndodh nëpër dikasteret e tyre. Shiko, është biem qaftë. Është akoma do thoja e pafalshme, madje e turpshme që në çdo ndrrim ministrash vijnë me po të njëjtat premtime që në vitin 2013 dhe fatkeqësisht shohim që asgjë nuk ndryshon, situata përkundrazi në pjesën dërmuese vazhdon të degradojë edhe me keq se po kaloi koha pa administrim degradon vetvetive. Absolutisht. Këto janë problematika që me të cilat është ngrit edhe kauza e thirrjes së kësaj proteste, do të thotë disa prej tyre.